Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut akuzon Këshillin Gjyqësor se është e ndikuar nga opozita. Nga VMRO-DPM thonë se Këshilli emëroi një gjyqtar të BDI-s për kryetar të Gjykatës Supreme. Koalicioni i qeverisës pretendon se dhe kryesia e LSDM-s është peng i BDI-s. Si mund të ketë luftë efektive kundër korrupsionit kur aktorët kryesorë në qargje gjyqësore dhe prokuroriale janë bandat e BDI-s dhe LSDM-s? Lufta e LSDM-s është një luftë për strukturat kriminale në drejtësi që janë në kontrollin e tyre dhe që synojnë shpëtimin e të afërmve të tyre në procedimin penal. LSDM-ja është nervoze për sulmin ndaj VMRO-DPM sepse ne kemi shpallur luftë kriminalëve në të gjitha nivelet, përfshirë dhe ata në gjyqësor, thonë nga VMRO-DPM. Opozita maqedonase kërkon dorëheqjen e ministrit Stefano Donovski. LSDM-ja akuzon për skandalin në rrjetet e tenderave në ministrinë e tij. Nga opozita maqedonase thonë se Komisioni Shtetëror për Paradalimin e Korrupsionit dhe Prokuroria Publike duhet të veprojnë mënyrë për zbardhjen e plotë të rastit. Ministri Stefano Donovski ka pranuar hapur se 2 tender nga ministria e tij kanë përfunduar te bashkëshorti i sekretares së tij shtetërore, Klinçarova, dhe në vend që të jap dorëheqjen, ai pranon me paturpsi kontratat e lidhura me bashkëshortin e sekretares shtetërore si kursim parash, thonë nga VMRO-DPM. Lidhja Demokratike e Kosovës pozicionohet qartë se nuk do të bashkëpunojë me vetvendosjen. Sipas mbledhjes së kryesisë së partisë, kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku tha se qëndrimet paraelektorale të partisë së tij nuk kanë ndryshuar. LDK-ja ka të qartë pozicionin e vet politik ka shi lëvizjes vetvendosje. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Të deklarat e bëri pas mbledhjes së kryesisë e cila zgjati mbi 5 orë. Krahas asaj, kreu i LDK-s tha se nuk ka pasur takim me asnjë parti pas zgjedhjeve, deklaroi Lumir Abdixhiku. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Socialiste ka gati kandidatë për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, më 12 mars është afati i fundit për dorëzimin e KQZ. Shumica e grupit parlamentar të Partisë Socialiste do të jetë në listën e hapur. Sipas formulës së prezantuar nga kryesocialisti Rama, vetëm drejtuesit politik të qarqeve do të futej në lista të sigurta, ndërkohë të gjithë deputetët me një mandat të fituar në siglën e PS-s do të luftojnë për vota në listën e hapur. Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do të kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperjenca e domosdoshme dhe energjia pozitive e motrinjve. Do kemi një skuadër që do të garantojë vazhdimsinë e një procesi historik, siç është procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, një skuadër që do të ketë të gjithë dijen e nevojshme të brendshme, pra brenda institucioneve, për çfarë bëhet fjalë. Listat e hapura do të jenë për figura të reja politike, por dhe për gra deputete të cilat mund të futen edhe në lista të mbyllura, si Evis Kushi, Lindita Nikola, Milva Ekonomi dhe Tilda Gjoni, ndërkohë nga deputetët meshkuj është tërhequr Gagara Petro Koçi. Në listë të mbyllur do të jetë ministri Arbian Mazniku si drejtues politik i qarkut Elbasan. 46 kandidat për deputet sipas kodit do të jenë në listën e mbyllur, 14 vende prej të cilave deri tani janë zënë nga drejtuesit politik. 32 vende të sigurta sipas parimit të kryesocialistit mbeten për të rinj figura me kontribut që nuk e kanë pasur kur një mandat deputeti. Pjesa tjetër do të duhet të luftojë që socialistët të ruajnë pozitat e vitit 2021 me 74 mandate deputetësh. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paraqiti koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Ai cilësoi koalicionin më të fuqishëm në 32 vite që përfaqësojnë shumicën absolute. Koalicioni përfaqëson, e them edhe një herë, minimumi 26% të zgjedhjeve të Shqipërisë. Minimumi. Mundet më shumë, po më pak jo asnjëherë. Atëherë pa diskutim që ata, ky koalicion me pothuaj 1/3 e zgjedhjeve do ketë përfaqësimin në listat e mbyllura. Për ish-kryeministrin kjo është një ditë shumë e veçantë në historinë e përpjekjeve shqiptare për liri dhe dinjitet. Listat e Partisë Demokratike i ka dorë antarësia. Do shpallur, kryetarët e qarqeve do jenë aty, do japin mendimet e tyre, kryesia do vendos për nuk është gjerson në mënyrë absolute asnjë listë, asnjë qarku diskutuar apo përfunduar përveç se atyre që kanë bërë vetë antarësi. Kryedemokrati theksoi se koalicioni ka në përbërje vajzat e djem, burra dhe gra qendrestar të pamposhtur, personalitete patriot, ekspert të shquar, të shkolluar në shkollat më të mira të Europës dhe të botës. Sipas Berishës, koalicioni e nis garen elektorale me një përgjithësi të jashtëzakonshme morale. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.